Në vendbanimet me popullat shqiptare në Malë të Zi, disa rrugë dhe sheshe ende mbajnë emra personalitetesh dhe ngjarjesh nga historia dhe kultura jo kombëtare. Me nismat demokratike në komunën e Ulqinit u bën disa ndryshime, por gjyqi kushtetues i Malit të Zi anulloi ato duke i konsideruar të paligjshme. Ndërkohë Këshilli Komunal për Emërtime në Ulqin ka përgatitur vendimin që më se 50 rrugë dhe sheshe të riemërtohen në frymë kulturore, historike dhe kombëtare të qytetit dhe banorëve që jetojnë aty. Njofton nga Ulqini korrespondenti Ali Salaj. Në vendbanimet me popullat shqiptare në Malë të Zi, institucionet, rrugët dhe sheshet vazhdojnë të mbajnë emra personalitetesh dhe ngjarjesh nga historia dhe kultura e kombëtare. Edhe pse para disa vitesh në komunën e Ulqinit u bën disa ndryshime dhe riemërtime të rrugëve dhe shesheve, gjyqi kushtetues i Malit të Zi i anulloi ato duke i konsideruar jo ligjore. Ndërkohë, Këshilli Komunal për Emërtime vendimin e gjyqit kushtetues e cilësoi me prapavi politike. Në gjykatën kushtetuese të Malit të Zi, kjo çështje është kontestuar, andaj është i obligueshëm Këshilli përkatës që këto çështje të shqyrtoj përsëri dhe të marrë vendimet përkatëse, kuptohet duke ja propozuar Kuvendit Komunal të Ulqinit për emërtimin e rrugëve, shesheve dhe institucioneve. Çështja ka të bëjë me siguri për çështjet e disa personaliteteve që sipas tyre janë kontestuese, por ndoshta edhe janë çështje të natyrës tjetër. Por unë mendoj se kontestimi i emërtimeve ekzistuese nga viti 2002 ka prapavi politike. Këshilli Komunal për Emërtime shet të domosdoshme riemërtimin e rrugëve dhe shesheve pasi emërtimet aktuale janë të papranueshme për shqiptarët që jetojnë në Malë të Zi. Është më se nevojshme sepse ajo periudha 50 vjeçare ngarkuar dhe së ngarkuar me emrime ideologjike duhet që të i kalohet, sepse shumica e qyteteve në Malë të Zi dhe në ish bllokun socialist i kanë bërë këto ndryshime. Ne kemi mbetur gati të fundit. Këshilli Komunal është duke punuar në realizimin e këtij objektivi dhe emërtimet në të ardhmen do të pasqyrojnë strukturën kombëtare të atij mjedisi. Në kohën e komunizmit nuk ishte marrë parasysh struktura nacionale ku shqiptarët përbëjnë rreth 80% e popullsisë. Pra shqiptarët ishin marginalizuar. Për arsye se emërtimet në një mjedis tregojnë edhe përbërjen etnike të atij vendi, të atij qyteti, po njëkohësisht tregojnë edhe mjedisin përkatës se sa është i avancuar në dimensionin kulturor, intelektual dhe politik për të treguar gjendjen reale të mjedisit përkatës. Andaj në këtë aspekt ne si komision nuk do të përgjigjemi gabimet e kaluara, përkundrazi do të marrim parasysh strukturën nacionale në Ulqin, strukturën gjuhësore dhe strukturën fetare, e cila do të jetë me përputhshmëri kuptohet sipas kushtetutës, ligjet përkatëse dhe standardet ndërkombëtare. Emërtimet e reja që do të vendosen në shumë rrugë dhe sheshe të Ulqinit do të pasqyrojnë konceptin kulturore kombëtar të këtij qyteti dhe të banorëve që jetojnë aty. Këshilli Komunal për Emërtimin e rrugëve, shesheve dhe vendbanimeve kanë evidentuar më se 50 rrugë e sheshe të qytetit, të cilat së shpejti duhet ndryshuar. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.